Një pjesë e komunitetit të biznesit thotë se për të pasur pagë minimale dhe mesatare më të lartë, duhet përmirësuar produktiviteti i punëtorëve. Kryetari i lidhjes së odave ekonomike, Goran Gjorgjevski, mendon se nuk janë të sakta të dhënat nga studimi i Institutit të Vjenës dhe nga shoqata për hulumtime dhe analiza, ku vlerësua se punëtori i Maqedonisë ka 53% të produktivitetit të punëtorit evropian, por me një pagë mesatare që është vetëm 30% e asaj европијане. Значи не е релевантно тоа, има многу јасни показатели кои што утврдуваат некои други бројки. Ја го говорам тој прак на граница преку која што не може да се оди, затоа што не може компаниите да дојдат во ситуација да си ја загрозат нивното обстојување, нивната безбедност практично на некој начин. Затоа и се случува ситуација да веќе почнуваат да бараат работници надвор, далеко од далечните источни земји. И имаме веќе, сметам дека околу 10.000 луѓе кои што се од далечните земји веќе вработени во нашата држава. Zëvendës Ministri i Ekonomisë Marian Ristevski e përsëriti qëndrimin e qeverisë se një pagë minimale më e lartë se ajo ligjore, pra 500 euro ose më shumë siç kërkon lidhja e sindikatave, do të vendoset vetëm nëse punëdhënësit dhe sindikatat bien dakord në Këshillin Socioekonomik, që do të mbahet drejt fundit të këtij viti. Vendimi duhet të bazohet mbi tregues ekonomik për të mos cenuar stabilitetin ekonomik, pasi sipas Ristevskit, ekonomia jonë është e brisht. Да, животниот стандард треба да се зголемува и ние ќе направиме се во иднина со раст на економијата, раст на продуктивноста и подобрување општо на економска слика во Македонија, природно да се зголемуваат платите во Македонија, вклучувајќи и минималната плата. Aktualisht paga minimale është 24.379 denar dhe është paralajmëruar se nga marsi i ardhshëm do të rregullohet ligjërisht dhe do të rritet për rreth 2.000 denar. Për të arritur 30.000 denar, do të duhet një marrëveshje në Këshillin Socioekonomik.